Ka 6 vite pa më prekur një mashkull, shipe Hysenaj rrëfejen arsyen pse është single. Kam pasur kërkesa për të martuar në Amerikë, shipe Hysenaj ka folur së fundmi për udhëtimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, planet e saj të ardhshme, por dhe mbi jetën private. E ftuar në live from Tirana me Ronaldo Sharkën, ish banorja e Big Brother VIP Kosova u shpreh se ka 6 vite single, pa patur një lidhje serioze. Pjesë nga intervista, princin e kaltër nuk e ke gjetur në Shqipëri, po në Amerikë mundet ta gjeje, unë kam pasur kërkesa për të martuar edhe në Amerikë. Por unë jam tipi që dua ta njoh vetë. Kryesisht thonin që janë familje e mirë. Djalë i mirë, unë njohjet i kam shumë siklet. Kam kohë pa dal me dikë. Mund të kem mbi 6 vite pa dal me dikë. Kam shumë siklet. Pa e takuar fare, kjo do të thotë që ke 6 vite pa kontakt fizik, 6 vite për mua nuk janë asgjë. Qesh, për mua, mund të rrijë kushdo shumë mirë, edhe pa puthje, pa përqafime, derisa të gjej një person që i lëviz diçka në shpirt, në zemër, në mendje. Njeriu mund të rrijë edhe shumë më tepër, madje gjithë jetën e vet ne nuk jemi kafsh. Logjika ime është shumë e prerë. Nuk jam shumë e etur për të takuar dikë. Po erdhi, mirë, po nuk erdhi. Unë dua pak punë në fillim. Dua një mendje të shëndosh nga dikush. Çfarë të ka penguar? Nuk ka pasur asnjë mesazh që të shtyn të dalësh në takim, jo. Unë çatoj, në përgjithësi mund t'ia kthej njerëzve mesazhin. Kam respekt për njerëzit që më komentojnë për mirë, si dhe që kanë replika, por kaq. E kam ngërç. I trajtoj njerëzit gjithmonë në formë shoqërore që të mos më keq kuptojnë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.